Për shkak të bindjeve të ndryshme, antarë të partive politike shpesh sulmojnë njëri tjetrin verbalisht, por veç 2 ditë më parë ato kulmua në sulm fizik në Skënderaj. Viktimi ishte kryetari i degës së lëvizjes vetëvendosje në këtë komunë Hysni Mehani, i cili për sulmin akuzon kryetarin e komunës Amil Ushtakun nga PDK dhe njerëz të tij. Jo veç në këtë komunë, gjuhë e tillë polarizuese mes partive përdoret pothuajse gjithmonë para dhe gjatë fushatës zgjedhore. Një qasje e tillë sipas asistent profesorit të medias dhe konfliktit në Universitetin Adger në Norvegji Abid Hoxha do duhej të ishte papranueshme. Gjuha e cila përdoret nga kundërshtarët politik për t'i denigruar kundërshtarët tjerë politik, do duhej të ishte e papranueshme në Kosovë. Kjo sjell probleme mes qytetarëve, e ngrit polarizimin edhe krijon storje të pabaza, të cilat kanë pastaj mund të dërgojnë konflikte të ndryshme. Hoxha vlerëson se kjo qasje u ndihmon politikanëve vetëm për ta thelluar polarizimin në shoqëri. Kjo qasje e përdorimit të gjuhës pa përshtatshme edhe mund t'ju ndihmoj politikajve deri diku, po në përgjithësi nuk ju ndihmon për të mbledh vota sa ju ndihmon për të ngrit polarizimin dhe mobilizimin e njerëzve të cilët janë në margjina, pra që nuk janë pjesë e diskutimeve publike. E profesori universitar Ferit Selimi tha se partitë dhe kandidatët duhet të fokusohen te programet që ofrojnë. Ata do të duheshin që spari të dilnin para elektoratit të tyre për të shpalosur programet e tyre, programet zhvillimore, sepse elektoratit, popullatës i intereson se çfarë do të punohet në 4 vitet e ardhshme. Gjatë zgjedhjeve të 28 dhjetorit 2025, paneli për ankesa dhe parashtesa pranoi 28 ankesa nga partitë politike dhe në total vlera gjobave të shqiptuara arrin në 162.000 euro. Në mesin e ankesave ka edhe raste të përdorimit të gjuhës së papërshtatshme.